Pse po protestoni? Ne protestojmë, jemi në të drejtën tonë, jemi në punën tonë, jemi në shtëpinë tonë, jemi në një fshat autokton 500 vjeçar. Dhe në qoftë se shteti, qeveria, apo kushdo qoftë, ta ketë të qartë që ujin e Tragjasit nuk e merr dot. Sepse konsultim publik me ju për ndërtimin e ujësjellësit? Absolutisht, as na kanë pyetur, as na kanë dëgjuar, as kanë komunikuar. Vinë në një mënyrë, do me thënë që nuk ka në gjendje gjumi gjithë fshati, të vinë 300 forca policie, si kur ka ndodhë Hataja, në shtëpinë tënde, në punën tënde, në hesapin tënd, ta kenë të qartë. Ta kenë të qartë. Kjo qeveri, ajo që do vi, nuk e merr dot ujin e Tragjasit. Vetëm me një kush dhe marrë ujin e Tragjasit. Kur të shuajnë të gjithë fshatin. Ne po protestojmë për mosmarrjen e ujit, pasi uji këtu është në sasira shumë të vogla dhe ne nuk do t'i lejojmë ata me çdo kusht, sepse është jetik për ne. Nuk ka ujë të bollshëm. Si na mjaftoi edhe neve në krajinës tonë. A keni tentuar të informoni në bashki? Po, dhe kemi njoftuar kryetarin e bashkisë, kemi bërë dhe një takim dhe ka qenë që ata duan ta marrën, dhe vetëse na ka dëgjuar, nuk na ka kthyer një përgjigje për kryetarin e bashkisë. Përse jeni në kundërshtim? Ne jemi kundërshtim se sasia e ujit është shumë e vogël, është e limituar dhe nuk mjafton për hotelerin që ka bregdeti radhimës, edhe Tragjasi, bujqësia, gjitha blegtoritë të gjitha. Dhe vetë fshati ka shumë pak ujë, vetëm rreth 30-40 minuta ujë në ditë, gjysmë e fshatit, 50% e fshatit. Pjesa tjetër s'ka fare. A ka godina që po prishen këtu në Tragjas dhe janë shtëpi banimi? Jo, aty ishte një pompë e ujitjes, policia ka rrethuar gjatë orëve të mëngjesit të shpejt, mëngjesit ka rrethuar vendin dhe ka bërë një rrethim që në distancë edhe gjatë rrugës. Dhe pastaj është bërë kundërshtimi i banorëve. Përshëndetje. Ne si banorë të fshatit Tragjasit kemi qysh një muaj që jemi vënë në dieni për marrjen dhe shfrytëzimin e burimeve të Tragjasit. Për bregun e detit andej nuk e dim se ku do të vej. Që para se gjithashtu ne na ka rarë si bombë, sepse ne jemi banorë të këtij fshati këtu dhe e dim sa prurje ka ky burim dhe pse shërben dhe këto pak prurje që kanë ngelur. Këtu fshati Tragjasit është zhvilluar goxha shumë. Të gjithë këtu janë këto ndërtime, këtu janë bërë, janë edhe hoteleri, janë edhe bujtina, janë edhe shtëpi banimi, edhe villa, të gjitha me radhë këto janë fal punës së krahut që kanë bërë bashkëtarët e mi jashtë shtetit, kanë investuar. Marrja e ujit është kategorikisht këtu është ndaluar, sepse prurjet këtu gradualisht po bien vit pas viti, ose si thonë dhe muaj pas muaj. Si vjet në krahasim me vitin e kaluar, si vjet janë ky nivel uji që shkojmë këtu mbrapa krave të mia është ujit 25 gushtit, niveli ujit 25 gushtit dhe jemi 4 mars sot. Sot në mëngjes na është bërë një provokim shumë i rënd, do të thënë një rrethim barbar i gjithë fshatit Tragjasit, me autoblinda, me makina, me skafandra, me polici, me ambulanca, do të thënë një terror. Kjo është gjë e pakëndshme. Ne si banor, sepse faktikisht ky fshat këtu është ngulur fal këtij uji që kemi këtu. Për turizëm, për shfrytëzim i parë është për turizëm, për infrastrukturë, për bujqësinë, për blegtorinë, për gjithçka është ujit, është jeta. Ne do të sakrifikojmë edhe jetët tona po mor ky ujë. Siç e shikoni këtu, plani i tyre është kjo do hidhet në tel me gjëm, komplet kjo distancë, do bëhet zonë e rëndësishme veçantë mbrojtje e marrjes ujit, gjë që kanë goditur në zemër të fshatit. Kjo është një thik që ja ngulën fshatit Tragjasit, domethënë barbarisht, pa marrë parasysh asnjë diçka, pa marrë parasysh që këtu ka banor. Kështu kryefjala është që i bie nëse ata do të bëjnë këtë, domethënë duhet të bëjnë këtë projekt që ata ta çojnë deri në fund, ne do t'i mbyllim të gjitha shtëpitë, bizneset, çfarë kemi, dhe do ikit largohemi, sepse gjë tjetër nuk ka. Ose e kundërta, ne i kemi dërguar edhe kryeministrit para një muaji, i kemi dërguar edhe kryetarit bashkisë, kemi dërguar edhe prefektit ankesë, edhe Ministrisë Energjetikës, baseneve të ujrave, i kemi informuar që këtu nuk ka ujë. Nuk ka ujë. Ata nuk na kanë kthyer asnjë lloj përgjigje, bëjnë sa matje, nuk e di për çfarë kalkulojnë ato matje,
që këtu ne si kemi pa, nuk i kemi pa që pse bëjnë këto matje si kanë bërë punët e tyre. Po gjithsesi kryefjala ashtu nuk ka ujë. Nuk ka ujë. Për të zhvilluar një biznes andi krau, matan malit, nuk e di se ne nuk jemi në gjendje të kontrollojmë se çfarë investojnë, se çfarë bëjnë. Punët e tyre shumë mirë bëjnë ata që investojnë, por në fundit të vënë në hënë, të vënë të krijojnë, të zbulojnë planetet e tjera me lekët e tyre që kanë, por ne nuk ua kemi borxh. Ne jetojmë rreth të fëmijët. Çdo njeri këtu, çdo njeri, çdo një banor, çdo njeri ese qenia gjallë njerëzore ka një parim. Në mëngjes ngrihet për të punuar, për të çuar bukë fëmijëve e tyre. Edhe ne me këtu ujë ushqejmë fëmijët tanë. Kjo është kryefjala e gjithë kësaj bisede, që çdo kush nga ne dhe mizat e dheut punojnë gjithë veharin e mbledhura të ushqimit që ua çojnë fëmijëve të tyre. Keni informacione rreth projektit? Kemi një farë dienie në këtë projekt që këtu të gjitha burimet si shkon mbrapa meje, dhe të gjithë territorit që është basen ujrash këtu do rrethohen me tel me gjëmp, me tel kariç. Të gjitha do jetë zonë e rëndësisë veçantë. Këtu brenda do shqyhet ky liçeni këtu mbrapa, do shqyhet, do futet tumbino me ujë, një projekt do mbushet me gur për dranazh. Do të thënë këtu është një makabër. Do të thënë makabër që as Zoti nuk vë dorë në këtë lloj investimi që do të bëjmë. Nga ku i keni marrë? Këto informacione nga ata inxhinierët e baseneve të ujrave që erdhën para ca ditësh dhe shprehën që është ky lloj projekti. Do të thënë është e papranueshme, shikoj vetë dhe rreth e përqark të hidhet në tel me gjëmp kjo zonë këtu. Këtu kanë qenë rrepet e izvorit, që i kanë thënë rrepet e Tragjasit, kanë qenë monumente natyre, edhe burimet janë zona të mbrojtura. Por mbi të gjitha ne këtë ujë kemi këtu. Këtë pjesë të gjelbër kemi këtu edhe për turizmin, edhe për të ardhmen, edhe për fëmijët, edhe për të jetuar ore të qetë në punën tonë. Ju faleminderit. Unë kisha edhe një fjalë, u bëja thirrje autoriteteve të policisë, ministrit të brendshëm, ministrit të rendit, të marrën parasysh këto ndërhyrjet që bëjnë me polici, të marrën parasysh, të reflektojnë se edhe 80% e atyre policëve që janë vëllezërit tanë, shokët tanë, dhe ata baballar janë, dhe ata edhe pse u shprehën në mënyra tërthorse, domethënë ishin kokë turku aty për ato burime. Se te njerëz janë dhe ata dhe shikojnë se çfarë mund të ndodhë. Jemi njerëz të gjithë, jetojmë, kemi drejtë kalimtar, jemi këtë faqe dheu dhe nuk kemi parë ndonjë njeri që të jetojë 300 vjet e 500 vjet. Kështu unë këtë thirrje ua bëj të gjithë bashkëkompasëve të mi, qytetarëve shqiptarë nga do që janë, të sensibilizohen, sepse kjo është një marrëzi që unë vajta 50 vjeç, po ky fenomen nuk ka bërë vaki. Çdo një gjë kemi pritur në këtë botë, në këtë jetë, po të vish të marrësh me ushtri, me polici, të marrësh ujin këtu, dhe të ta bësh zonë ushtarake, zemrën e Tragjasit, kjo është një çmenduri që ai çmendur që e ka dhënë këtë ide të reflektojë, të tërhiqet, sepse nuk është në të mirën e tyre, nuk është në të mirën tonë.